Vrasja e Egli Progës, gjykata Korçës zbut dënimin për të akuzuarit. Detajet të reja nga hetimet. Gjykata Korçës ka vendosur të zbusë masën e sigurisë për Leonida Guçen dhe Denis Meçen, të arrestuarit për vrasjen e Eglantin Progës në Pogradec. Pas 15 muajve në paraburgim, ata janë liruar nga qelia dhe janë vendosur në arrest shtëpie, pasi afatet e qëndrimit në paraburgim kanë përfunduar. Hetimet e prokurorisë së Korçës vijojnë, ndërsa prokurorët janë ende në pritje të akt ekspertimit pas bardhjes pamjeve filmike që rezultuan të fshira. Çështja, e cila fillimisht u dërguar për gjykim, u rikthye për rihetim pas dëshmisë së Denis Meçes, një nga të pandehurit. Tashmë hetuesit po presin përfundimin e ekspertizës që po kryhet në një laborator kompjuterik në Itali, në përpjekje për të rikthyer pamjet e humbura dhe për të qartësuar rolin e të dyshuarve. Vrasja e Egli Progës në gusht të vitit kaluar, një ngjarje e rëndë që tronditi Pogradecin, çoi në arrestimin e Guçes dhe Meçes, të cilët akuzohen për mos kallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Hetimet janë ende në fazë të avancuar dhe pritet që ekspertiza të ndihmojë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.